Nderuar Mufti i Republikës së Kosovës, Naim Efendi Tërnava me bashkëpunëtor, nderuar Kryeministër i Republikës së Kosovës, Zoti Albin Kurti me bashkëpunëtor, nderuar delegacion nga Bosnia dhe Hercegovina, të nderuar kolegë, zonja dhe zotërinj. Po filloj këtë fjalëtimin me një fjalë të Walter Benjamin, i cili thotë: historia nuk është thjesht ajo që ka ndodhur, por ajo që ne zgjedhim ta kujtojmë. Gjatë viteve të 90-të të shekullit që shkoi, populli shqiptar në Kosovë, si edhe ai bosnjak në Bosnjë dhe Hercegovinë, u përballën me agresion dhe gjenocid sistematik nga regjimi serb. Në Kosovë, me vëmendje dhe ndjeshmëri të veçantë, e kemi përcjell tragjedinë që po e përjetonte populli bosnjak, megjithse edhe ne vetë ishim në okupim dhe të nështruar nga një represion dhe segregacion i egrës njerëzor. Gjatë vitit të 90-ta, kam qenë kryemam në Bashkinë Islame të Kosovës dhe në këtë detyrë kam qenë dëshmitar i zhvillimeve makabre që po ndodhin në Bosnjë dhe Hercegovinë, duke përjetuar rënd si çdo njeri me ndjenja njerëzore masakrat e kryera nga forcat serbe ndaj popullit bosnjak musliman dhe objekteve të kultit, veçanërisht xhamive që po shkatërrohen dita ditës. Duke parë nga afër atë që po ndodhte në Bosnjë dhe Hercegovinë, sidomos shkatërimin e xhamive dhe objekteve të tjera të trashëgimisë islame, ishim të vetëdijshëm se një plojë dhe gjenocid i pa atyre përmasave do të ndodhte pashmangshëm edhe në Kosovë. Për këtë arsye, Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës në vitin 1996 mori vendim që të realizohej fotografimi dhe xhirimi i të gjitha xhamive dhe objektet të tjera që i përkisnin proveniencës islame, me qëllim që në rast shkatërimi të kishim si dëshmi të paktën fotot e xhamive, sepse serbët që prej vitit 1878 nga Kongresi famkeq i Berlinit, gjithmonë në raport me shqiptarët, po edhe bosnjakët, e kanë djegur politiken e tokës së djegur, për të fshirë çdo gjurmë dhe nishan që argumenton se në një kohë ato vende kishin qenë të banuara me shqiptar ose musliman bosnjak. Dëshmi e këtij gjenocidi janë trojet shqiptare në Toplicë. Qëllimi i këtij projekti ton ishte krijimi i një dëshmie të qëndrueshme dhe të dokumentuar për objektet tona fetare dhe kulturore. Për realizimin e këtij projekti u ngarkova unë, me qenë se e njihja mirë terrenin dhe strukturat e Bashkisë Islame. Pasi u bë planifikimi për realizimin e projektit, në fjalë nisëm nga puna. Mirë po që në fillim, më konkretisht gjatë fotografimit të xhamisë së Mahallës Muhaxherëve në Prishtinë, u ndaluan nga policia serbe, na u konfiskua aparati fotografik dhe u morëm në të shtëquajtur biseda informative dhe ndaj nesh u hap edhe rasti penal. Pikërisht, afër xhamisë së Muhaxherëve, ish konvikti i shkollave të mesme tashmë ishte shndërruar në një prej stacioneve më famkeqe policore, në zyrat e të cilës ndërtesë ushtroi dhunë e papar ndaj veprimtarëve të ndryshëm politik, po edhe ndaj qytetarëve shqiptar në përgjithësi. Dhe me preteksin banal se ne kishim fotografuar objektin policor, u maltretuam gjatë dhe na u konfiskua tërë aparatura që kishim. Me që gjendja në Kosovë përkeqësohej nga dita në ditë dhe nga ora në orë, megjithatë projekti nuk u ndërprej, por u ndryshua qasja e realizimit, pasi në terren kishin filluar tensionet dhe era luftës ndihet që nga larg. Për fat të keq, në shënjestër ishin sidomos objektet fetare, xhamit dhe objektet të tjera përcjellëse, të cilat gjatë zhvendosjes së popullatës prej një anë në një anë të Kosovës ishin bërë streh për qindra e mijëra refugjat. Pikërisht, për këtë arsye, soldateska serbe pas fillimit të luftës së hapur me UÇK-n, në shenjë hakmarrjeje, digjnin shtëpi dhe fshatra të tëra, e ndërtoi edhe shumë për xhamive anë kënd Kosovës. Në atë periudhë, përmes këshillave të Bashkisë Islame, filluam të evidentonim dhe dokumentonim dëmet e shkaktuara nga ushtria dhe policia serbe ndaj popullit ton, infrastrukturës si dhe ndaj xhamive dhe institucioneve tona fetare. Kështu, gjatë viteve 98-99, kur lufta mori përmasa masive në tërë Kosovën, forcat serbe, siç u theksuar edhe nga parafolësit më parshëm, sulmuan gjithçka që ishte shqiptare dhe muslimane,
shkatruan 218 xhami, medrese, biblioteka, arkiva dhe tece. Pas përfundimit të luftës dhe shtjerimit të Kosovës, një nga veprimet e para të kryesisë së Bashkëislamit të Kosovës ishte vizita në teren për të konstatuar dëmet e shkaktuara nga forcat serbe. Më pas, me mendim të kryesisë u autorizova që të realizoja fotografimin dhe gjerimin e shkatërimit masiv të objekteve dhe monumenteve fetare në teren. Edhe pse nuk kam qenë atë botë ekspert i fotografisë apo i gjerimit, siç nuk jam as sot, megjithatë duke qenë plotësisht i vetëdijshëm për rëndësinë e misionit të dokumentimit të krimeve serbe në vendin tonë, këtë detyrë e kam kryer me përkushtim të plot, pa kursyer asgjë. Në shumë raste jemi përballur me zona të minuara, me mjete shpërthyese të pashpërthyera brenda objekteve fetare, si edhe me prani të forcave paramilitare serbe që ende qarkullojnë aty këtu në disa pjesë të Kosovës. Për mua ka qenë jashtëzakonisht e vështirë përballja me pamjet e xhamive të vjetra shekullore, të shkatëruara dhe të dëmtuara rënd. Kujtoj selin e kryesisë së Bashkëislamit të Kosovës, xhamit monumentale në Pej, Gjakov, Deçan, Drenis, Voshtri, Istog, Gjilan, Suajek e të tjera, ku për shekuj me radhë ky popull ishte falur, ishte edukuar dhe ishte formuar shpirtërisht. Të gjej ato të rësisht të shkatruara, të granatuara dhe të dëmtuara rënd, ishte një ndjenjë tepër rënd që më lëndon të thellë në shpirt. Megjithatë, këto objekte, edhe pse të rënuara, mbetën dëshmi e çmimit të lirisë së këtij vendi. Kam vizituar gjitha xhamit që në çfarëdo forme kishin qenë të sulmuara nga forcat serbe. Kam realizuar fotografime dhe gjerime dhe nga ky material në vitin 2000 u botua monografia mbi shkatërimin e xhamive. Kjo vepër është përdorur edhe si dëshmi në gjykatën e Hagës kundër krerëve të shtetit serb për krimet e kryera në Kosovë. Libri rreth objekteve të shkatëruara islame është shpërndar gjithandej nëpërmes miqve tanë në çdo zyrë vendimarrëse në Evropë dhe SBA, si dhe në vendet arabe islame. Ndërsa në vitin 2014, ky libër në version anglisht është botuar edhe nga qeveria e Kosovës dhe ka qenë pjesë e fushatës për antarësimin e Republikës së Kosovës në UNESCO. Fotografitë ekspozuara sot, të realizuara më shumë se 20 vjet më parë, më kanë rikthyer kujtesën në atë periudhë dhe më kanë dhënë sërish atë ndjenjën e hidhur që kam ndjerë së bashku me kolegët e mi. Ekspozita e sotme, e realizuar në bashkëpunim me Riasetin e Bosnjës së Hercegovinës, është një çast i rëndësishëm për ta kujtuar se me çfarë jemi përballur, për të mos harruar të kaluarën, por njëkohësisht të jetë mësim dhe një shkollë për brezat e rinj që ta njohin historinë dhe vuajtjet e popullit tanë. Ju faleminderit për vëmendjen.